Opozita e bashkuar ka zhvendosur protestën e saj të radhës në qytetin e Pogradecit. Kreu i Partisë Socialiste Edi Rama foli për gjendjen e rënduar nga përmbytja në ditët e fundit, duke mos kursuar akuzën ndaj shefit të qeverisë Sali Berisha për keqmenaxhim të situatës. E ndërkohë që uji duhet ishte burimi i mirëqenies son, është kthyer në një burim fatkeqësish, është e pafalshme, është e papranueshme, është e pagëlltitshme që Shqipëria sot t'jetë kaq e pambrojtur, që shqiptarët sot t'jenë kaq të pambrojtur përballë keqësimit motit. Një vit më parë tha se këto janë përmbytje që ndodhin një herë në 100 vjet, e ndërkohë na doli se ndodhin 5 herë në vit. Si është e mundur? Është e mundur vetëm për një arsye. Dhe arsyeja është dështimi i Sali Berishës. Kreu i PS-s gjithashtu në fjalën e tij vuri në duke se është e pafalshme që Shqipëria është krejtësisht e pambrojtur nga moti i keq dhe se 5 përmbytje në një vit janë dështimi i dukshëm i qeverisë.